Presidenta nuk është mbi kuvendin e Kosovës, prandaj mendoj që këtij vendimi nuk duhet t'i gëzohej asnjë deputet i kuvendit të Republikës Kosovës. Sa i përket çështjes për të cilën jeni të interesuar, tashmë pritet që grupi parlamentar i Vetëvendosjes ta dërgojë në gjykatën kushtetuese lëndën që ndërlidhet me dekretin jo kushtetues të presidentës Osmani. Pres që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me ndjeshmërinë e çështjes dhe të marrë shpejt së pari masën sepse pasojat do të jenë të pariparueshme. Prandaj le ta presim vendimin e gjykatës kushtetuese në raport me situatën. A mundesh me thirr seancë zonja Gjiu momentalisht pasi që nuk është i shpërbom kuvendi momentalisht? Nëse ka dekret për shpërndarje të kuvendit, kuvendi nuk mund të vazhdoj punën. Nëse gjykata kushtetuese do të marrë masë të përkohshme, natyrisht që rrethana do të ndryshojnë. Siç e dini, ne kemi shumë punë për të bërë. Kuvendi është konstituar në një kohë shumë të shpejtë pas certifikimit të rezultateve. Kemi arritur që të votojmë marrëveshje ndërkombëtare shumë të rëndësishme, shumë marrëveshje ndërkombëtare të tjera na presin. Në qoftë se kuvendi do të vazhdoj punën, kemi arritur që të votojmë buxhetin për vitin 2026. Vendimi i presidentës për të shpërndarë kuvendin për mua ka qenë befasi, sepse është jo kushtetues, është i ngutshëm dhe natyrisht që si të tillë do ta kundërshtoj edhe si kryetare e kuvendit. Ju e dini që Kushtetuta e Republikës së Kosovës parasheh rrethanat se kur shpërndahet kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë aspekt nuk ka asnjë rrethan që jep të drejtën presidentës që pa kaluar afati 60 ditor dhe pa dështuar në zgjedhjen e presidentit të vendit ta shpërndajë kuvendin e Republikës së Kosovës. Presidenta nuk është mbi kuvendin e Kosovës, prandaj mendoj që këtij vendimi nuk duhet t'i gëzohej asnjë deputet i kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse realisht është minim i punës së kuvendit dhe minim i institucionit të kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk u përmend më herët të juve, në fakt keni thonë që nëse nuk ka deri me 5 mars shkojmë në zgjedhje. Në secilën paraqitje që unë kam pas, përfshirë edhe të tjerë të cilët unë i kam dëgjuar, ka pasur raste të cilat unë nuk kam arritur që t'i dëgjoj. Ne kemi thënë që janë 2 rrethana kur vendi shkon në zgjedhje në rastin e presidentit. E para kur kalojnë 60 ditë dhe ky nuk është rasti sepse nuk janë përmbushur 60 ditë, ne vetëm sa kemi nisur procedurat sepse kushtetuta i përmend me nisjen e procedurave për zgjedhjen e presidentit dhe në anën tjetër kur në raundin e tretë asnjëri kandidat nuk arrin që të marrë votat për të bërë president. Pra nuk ka një rrethan siç e kemi pasur ne, të lutem vetëm ta përfundoj, nuk ka një rrethan siç e kemi pasur ne ku nuk ka quorum, sepse deputetët nuk e zbatojnë gjykimin e gjykatës kushtetuese që kërkon që të jenë aty dhe në rast se nuk vinë seancë të arsyetojnë mungesën e tyre.